Mirëdita të gjithëve, dashur miq, që takohemi në këtë bisedë për të parë se çfarë janë zhvillimet e fundit dhe si po shkon situata në lojën e madhe, në lindjen e mesme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në gjirin persik, në ngushticën e Hormuzit, me të gjitha zhvillimet dhe post-zhvillimet të cilat ndikojnë tek jetët tona dhe tek jetët tuaja. Çdo ditë zhvillime të tmerrshme kanë qenë duke ndodhur, ka patur lëvizje të mëdha. Një natë më parë ka qenë një natë shumë e vështirë në Iran, ka patur bombardime dhe targetim të drejt për drejt, një tentativë për të eliminuar liderin e ri të revolucionit atje. Ndërkohë shpërthen një skandal apo një lajm jashtëzakonisht të bujshëm, të cilin e nxjerr Volodymyr Zelensky, shefi i Ukrainës, thotë se Amerika ka shpenzuar gjysmat e raketave dhe të depove të saj të armëve, ndërkohë në të njëjtën kohë The Wall Street Journal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregon dhe bën me dije se po është e vërtetë deklarata e Zelenskit, thotë që në Amerikë kanë përfunduar gjysmat e depozitave apo të raketave strategjike të cilat Amerika ka bërë luftën e Iranit, dhe kjo sepse ka mbrojtur Izraelin në ditët e para të luftës, ka një mangësi të tmerrshme në Tomahawk, në THAAD, në Standard dhe gjithë këto lloje të raketave strategjike. Gjithsesi, një lajm tjetër, zhvillim tjetër shumë i rëndësishëm është që britanikët dhe francezët po bëhen gati të nisen për në drejtim të lindjes së mesme, po bëjnë gati planin e tyre franko-britanik mbase edhe europian për të shkuar, për të hapur ngushticën e Hormuzit, bombardime të mëdha, çarje e fortë brenda Iranit, brenda sistemit, është duke e trajtuar sot imtësisht New York Timesi një lloj ndarje e fortë brenda sistemit të Iranit, e cila tregon se kemi një betejë të ashpër ndërmjet krahut diplomatik dhe krahut luftës, krahut të gardës revolucionit Ahmed Wahidi dhe përplasjes tashmë që po bëhet evidente ndërmjet Mohammed Bakir Kalibaf, kryetari i parlamentit, i cili tashmë ka dalë nga loja, ka dalë, është dorëhequr, Abbas Araghchi, lëvizjet e forta të Pakistanit, kryegenerali, njeriu i Amerikan me Asim Munir dhe kryeministri i Pakistanit, të cilët kanë kërkuar minuta, kanë kërkuar ditë prej Amerikës dhe amerikanëve për armë pushimin. Ndërkohë vazhdon rrethimi i plot i ngushticës Hormuzit nga forcat amerikane. Gerald Ford, George W. Bush, luftanijet kanë mbyllur dhe po rrethojnë, vazhdojnë të shtrëngojnë lakun tek fyti i Iranit, çka e vështirëson çdo ditë e më shumë mënyrën se si do të shkojnë negociatat. E para ka lidhje me mënyrën se si po zhvillohen situatat brenda në Iran dhe përplasjet ndërmjet krahut diplomatik dhe gardës revolucionit, dy nyje të forta të cilat njëra duhet vazhdojë negociatat dhe tjetra duhet jetë të kujdeset për vazhdimsinë e luftës, por ka një vendim politik i cili në fund fare duhet merret. Mbrëm ka qenë një natë e ferrit në Iran, ka patur bombardime brenda armpushimit izraelite dhe amerikane dhe targeti ka qenë Ayatollah Mujtaba Khamenei, pra lideri drejtuesi, i cili flitet se është shumë i plagosur apo shumë i goditur, shumë i rënuar, disa thonë që nuk është fare. Megjithatë ka patur goditje të ashpra mbrëm, të cilat brenda në Teheran, të cilat kanë patur si target Mujtaba Khamenei dhe njerëz të tjerë drejtues të lartë. Ndërkohë, në të njëjtin moment ka dy avion 747 Boeing 747 cargo, të cilat kanë ngarkuar armë të rrezikshme dhe bomba jashtëzakonisht të rrezikshme nga Bakuja e Azerbajxhanit në drejtim të Tel Avivit dhe anasjelltas, pra nga Tel Avivi në drejtim të Bakus, avioni cargo Boeing 747 ka shkuar me municione i ngarkuar, çka tregon se Izraeli dhe amerikanët po përgatiten për rrethimin dhe sulmin e dytë që do të bëhet ndaj Iranit, në qoftë se nuk do t'ja dalin që të mbrin
në një marrëveshje që lidhet me programin bërthamor dhe me programin raketave balistike. Këto janë dy pikat e kuqe, linjat e kuqe ku kanë ngecur në këtë moment negociatat, ndërkohë që ekspertët janë duke parë se një tjetër krizë e madhe mundet të shpërthej në qoftë se bota e ka kuptuar që ngushticat dhe hartat janë sot armë strategjike gjeopolitike, a mundet pyetja e madhe që po bëhet sot, a mundet që Spanja të mbyll ngushticën e Gibraltarit, pra kjo pikë nyje shumë e fortë që lidh Oqeanin Atlantik me Mesdheun, jashtëzakonisht e rëndësishme për luftën, jashtëzakonisht e rëndësishme për amerikanët, për izraelitët, në qoftë se Spanja goditet, Spanja është vend antar i NATO-s, por megjithatë në qoftë se goditet ekonomia e saj, goditet politikisht Spanja, edhe pse antar i NATO-s, për arsyet qëndrimeve të saj ndaj Izraelit dhe Amerikës, a mundet të kthehet Spanja në një bllokues të ngushticës së kësaj pike, pra kaq të rëndësishme ngushticës Gibraltarit, pikë strategjike, edhe kjo është sot objekt i analizave dhe i bisedave të cilat po janë duke u shikuar me shumë imësi nga ekspertiza ndërkombëtare. Kthehemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku Zelenski ka shpërthyer një lajm i cili nuk është pritur mirë në Departamentin e Shtetit. Edhe Zelenski, edhe The Wall Street Journal kanë njoftuar se burime nga Pentagoni brenda. Tashmë me njëherë pas shkarkimit të shefit tjetër të lartë, generalit të lartë forcave të armatosura të Amerikës, i shkarkuar në 24 orët e fundit, ju e kuptoni që zinxhiri i shkarkimeve është duke ndodhur në Amerikë dhe tregon që ka turbulenca të mëdha në vendimarrjen ushtarake dhe politike brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. The Wall Street Journal njofton bashkë me Zelenskin, i cili ka dalë dhe ka bërë ftesë për domosdoshmëri urgjente për kthimin e sistemit të mbrojtjes raketor dhe ushtarak në Europë. Kemi nevojë të ndërtojmë our defense system, tha Zelenski, duke bërë thirrje se Europa duhet urgjent të veprojë në marrjen e kësaj mase ushtarake, masë të cilën për hir të vërtetës Gjermania dhe Berlini e kanë nisur. Dhe pse justifikohet Zelenski? Sepse informacionet e tij janë që në Amerikë po mbarojnë raketat. Çdo të thotë të mbarojnë raketat strategjike në Amerikë, gjysmat e tyre apo 60% e raketave Tomahawk, THAAD dhe Standards janë drejt përfundimit dhe është vetëm një sasi e kufizuar e këtyre raketave të cilat Amerika mund t'i prodhojë brenda një muaji. Pse? Sepse raketat janë shpërndar, janë shpenzuar në ditët e para të luftës për të mbrojtur Izraelin në këto ditët e para të luftës, kur goditjet apo kur rreziku nga Teherani ishte shumë i madh. Ndër të njëjtën kohë Wall Street Journal, një lloj si Zelenski ka dalë me pretendimin se janë duke përfunduar raketat. Pra, dhe në qoftë se kjo sigurisht bëhet një armë, shndërrohet në një armë në duart e Kinës, Amerika mund të humbas Tajvanin, sepse Kina, nëse e kupton që Amerika nuk ka më fuqi të shpërqendrohet edhe në Ukrainë, edhe në lindjen e mesme, por edhe në pikat e tjera të nxehta që ka hapur, do të jetë momenti që Kina mund të shkojë drejt Tajvanit dhe të gëlltisë Tajvanin me planin e saj për ta marrë dhe për ta kaluar atë pra nga ana e tij. Ky lajm ka tronditur Amerikën, sepse nuk është lajm i lehtë ose ta deklarojë dhe Zelenski me të madhe, por edhe The Wall Street Journal, të cilët pretendojnë se kanë burime nga brenda Pentagonit dhe të vinë këto burime me njëherë pas generalit të shkarkuar, komandantit forcave të armatosura, tregohet qartë që brenda Pentagonit, brenda shtëpisë luftës së Amerikës, ka një përplasje të fortë, jo vetëm ndërmjet shefit të shkarkuar të ushtrisë, i cili ka patur përplasje jashtëzakonisht forta me Pete Hegseth, sekretarin e luftës, por tregon qartësisht
se ka disa linja të cilat po përplasen fort brenda Pentagonit, brenda Deep State-it, brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, çka tregon edhe një herë nevojën e Amerikës për të zgjatur armëpushimin me Iranin dhe në të njëjtën kohë rritjen e performancës saj ushtarake në detin Arab, në Oqeanin Indian, në detin që rrethon Indin, aty ku luftanijet amerikane kanë rrethuar një sasi të frikshme të anijeve të tankeve iranian, të cilët kanë dalë me flamuj të ndryshëm, apo ajo flota fiktive, flota rence që quhet, që del me flamur të Liberis apo me flamuj të tjerë afrikan për të kaluar naftë kontraband, sepse Irani është në një gjendje të mbytur tashmë ekonomikisht, gjë që e shtrëngon çdo ditë e më shumë dhe që do të arrisë presionin çdo ditë e më shumë brenda Iranit, sepse askush nuk ka fuqi të shkojë dhe të mbaroj dhe të mbroj diçka të qëndroj gjatë përballë kësaj bllokade të jashtëzakonshme ekonomike. Kjo është edhe një nga pikat më të forta të cilat është duke përdorur Donald Trump tani. Ai ka kohë deri në fund të majit për të quar këtë operacion ushtarak, i cili konsiderohet jo luftë, por operacion ushtarak dhe për cilin Donald Trump është justifikuar ligjërisht brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës se nuk ka nevojë të marrë miratimin e Kongresit apo të Senatit, me njëherë pasi të përfundoi muaj maj, ku përfundon dhe operacioni parë ushtarak, ai ka të drejtë të shtyjë edhe 30 ditë të tjera këtë operacion ushtarak derisa ta detyrojë kushtetuta amerikane që të rikthehet për të marrë miratim nga Kongresi dhe nga Senati, më pas nuk mundet të bëj më tutje. Pra, Donald Trump është duke varur shpresat e tij te kjo hapësirë kohore deri në fund majit apo deri në fund të qershorit, ku ka hapësira ligjore dhe kushtetuese që ai të veprojë me nervat e Iranit, të ngushtojë lakun e ekonomisë atje dhe njëkohësisht të marrë masa për rrethimin e tij të dytë dhe për shpërthimin e dytë, i cili pritet të ndodh nga momenti në moment, nuk e di askush me siguri se kur do të përfundoj afati i këtij armëpushimi. Në orët e fundit ka patur, përveç bombardimeve amerikane dhe izraelite brenda Teheranit për të eliminuar Ayatollah Mujtaba Khamenein, por dhe lider të tjerë të Gardës së Revolucionit dhe lider të tjerë politik për të rritur presionin dhe çarjen ndërmjet leadershipit ushtarak dhe leadershipit diplomatik brenda Teheranit. Ka patur edhe zhvillime të tjera të cilat tregojnë qartësisht se Amerika dhe Izraeli janë duke u përgatitur vërtetësisht për raundin e dytë të bombardimeve atje, bashkë me vendimin franko-britanik. Londra dhe Parisi, Emmanuel Macron dhe Keir Starmer kanë nisur tashmë një ofensiv apo kanë nisur një plan britanik-francez për të shkuar atje. Nuk i dihet ende, nuk janë shprehur ende nëse do të jetë një plan tërësisht i pavarur europian për të kaluar anijet europiane ngushticën e Hormuzit, apo do të jetë në koordinim me amerikanët, me të cilët Londra dhe Parisi ka refuzuar të bashkëpunojë tani, qoftë për hapjen e ngushticës së Hormuzit, qoftë në kuadër të bashkëpunimit të Aleancës Atlantikut Veriut, NATO-s. Kjo do të merret vesh, por ka një ndryshim të fortë në vendimin e Londrës dhe të Parisit për të shkuar atje me mjete ushtarake dhe për të ndërmarrë një plan të frikshëm europian për të kaluar nafta të paktën europiane në ngushticën e Hormuzit, sepse skandali dhe mbytja dhe litari po shtrëngohet edhe tek fyti e Europës dita ditës, dhe kjo po e rrit nivelin e krizës atje. Nga ana tjetër duket qartë që po lëviz edhe Tel Avivi, i cili, siç ju thash, me avion cargo Boeing 747 është duke kaluar 2 avion në 24 orët e fundit, 240 deri në 260 tonë, ndërkohë po i kalon atje me bomba të mistershme të konsideruara deri tani, të cilat me sa duket janë pjesë e planit të dytë, të raundit të dytë për bombardimin e Iranit, pra me rrethim nga ngushtica e Hormuzit, me rrethim nga deti arab nëpërmjet mjeteve ushtarake amerikane, të cilat kanë patur mbrëm një betejë bombarduesit amerikan me sistemet mbrojtëse kundër ajrore të Iranit nga Teherani, të cilat janë kundër përgjigjur ashpër, çka tregon që ende në Teheran ka fuqi
të brendshme për të reaguar, nuk e dim është Kina apo është Rusia aty brenda, por amerikanët gjithashtu përveç rrethimit të ngushticës Hormuzit dhe bllokimit tërësor të anijeve të Iranit, tankerëve që po dalin kontraband, po i bllokon të gjithë në Oqeanin Indian dhe në veri lindje të detit arab, çka e vështirëson punën dhe situatën ekonomike brenda Iranit dhe synon të rrisë presionin në popull. Presionin në popull më pas do të reflektojë në rritjen e trusnisë ndaj leadershipit politik dhe ushtarak, i cili tashmë në vetvete ka hyrë në një fazë krisje të madhe me tërheqjen e Kalibavit, dorëheqjen e krahut pragmatist politik diplomatik nga fushbeteja dhe hyrjes në lojë të drejtë për drejtë të Ahmed Wahidit, drejtuesi ushtarak dora e hekurt e gardës së revolucionit. Donald Trump ka një vështirësi të madhe në këtë moment, e ka të pamundur të shkojë në një marrëveshje më të butë se sa ajo që synon ai. Dhe ku ka ngecur marrëveshja në këtë moment? Marrëveshja ka ngelur tek dy linjat e kuqe të Iranit dhe dy linjat e kuqe të Donald Trumpit, prej të cilave askush prej tyre nuk tenton dhe as provon të tërhiqet. Kush janë dy pikat? Zhdukja e eliminimit tërësor 100% i programit bërthamor të Iranit, çka nuk e pranon Garda e Revolucionit. Pra, ata nuk pranojnë eliminim tërësor dhe zhduki 100% programit bërthamor, por flasin për pezullim 10, 15 apo 20 vjeçar. I ngjashëm me marrëveshjen e 2015-s, që u bë me administratën e mëparshme amerikane. Pse nuk pranon Trumpi? Kjo është vija e parë e kuqe, dhe pse nuk pranojnë iranianët? Sepse iranianët nuk duan që të eliminohet programi i tyre bërthamor tërësisht dhe nuk mundet të pranojnë të flasin për pikën e dytë dhe vijën e dytë të kuqe që është në Teheran, veçanërisht e Garda e Revolucionit, që janë programi raketor i Iranit. Është shumë e rëndësishme, iranianët nuk pranojnë të heqin dorë dhe të zhdukin komplet programin e tyre bërthamor. Pse? Sepse pa program bërthamor dhe pa program raketor të raketave balistike, ata e konsiderojnë dorëzim pa kushte. Nga ana tjetër, Donald Trump, siç u thash, pret fundin e majit që ka kohën e tij natyrale, ka dhe një mundësi të shtyjë edhe 30 ditë si afat kohë për operacionin ushtarak, nuk mundet të kthehet pa këto marrëveshje, pa këto dy vijat kuqe që i ka vendosur, sepse në qoftë se e bën këtë, ai është tërhequr i humbur, sepse do t'i thonë demokratët nesër në Senat dhe në Kongres: Zoti Trump, përse hapët luftë në qoftë se ju nuk arritët të merrnit atë që pretendoni se do të merrnit. Pra, programin bërthamor të Iranit me zhduk 100% dhe eliminimin dhe zhdukjen e programit të raketave balistike. Nuk i adolet i marrësh këto. Atëherë pse na hape luftë dhe pse i kushtove Amerikës gjysmat e magazinave të depove të saj, të rezervave të saj strategjike? Ka dalë Caroline Levitt, zëdhënësja e Shtëpisë Bardhë, dhe ka thënë: po, Amerika ka depot e saj ende plot me arma time. Ka dalë sërish Wall Street Journal me gjithë ekspertët e saj, ushtarak dhe luftarak, i ka thënë: po, ne kemi depozita armatimesh, kemi rezerva armësh sa të duam, por nuk kemi raketa strategjike Tomahawk, THAAD, Patriot dhe Standard, që janë raketat kryesore, sistemet kryesore mbrojtëse. Pra, në qoftë se Kina është e vendosur dhe e bindur se Amerika tashmë ka përfunduar gjysmën e rezervave të raketave të saj strategjike, jo vetëm që do të tentojë t'ia heqë nga trueza amerikanëve aleatët e tyre në gjirin persik, siç po tenton me Arabinë Saudite, me Pakistanin, me lojtarët e tjerë, por do të shkojë edhe në aneksimin e Tajvanit, çka është e padiskutueshme. Prandaj është kjo betejë që po bëhet në Amerikë dhe prandaj Donald Trump nuk ka mundësi të tërhiqet pa e eliminuar komplet, pa e rrëzuar komplet regjimin ose pa arritur atë që ai ka kërkuar, sepse në Amerikë do ta vendosin demokratët me shpatulla pas murit dhe do t'i thonë: çfarë na çove në luftë, kush ti paguaj gjithë këto shpenzime, kush do të shkojë paguaj gjithë këtë faturë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është loja e madhe dhe ndërkohë kemi një analizë shumë interesante dhe New York Timesit, i cili është duke folur për çarjen që ka ndodhur brenda Iranit. Sigurisht amerikanët po përpiqen që
nëpërmjet opinionit publik të krijojnë edhe klimën brenda Iranit për të thelluar çarjen ndërmjet Gardës Revolucionit dhe krahut diplomatik, pa asnjë diskutim. New York Timesi shikon dhe vren atë që është duke ndodhur tashmë, nuk mund të thot askush që nuk ka çarje brenda Iranit, ka çarje, ka huti të madhe në vendimarrjen dhe leadershipin politik, sepse ka një çarje të fortë ndërmjet diplomacisë dhe ushtrisë, dhe kjo çarje, sipas mendimit amerikanëve dhe të izraelitëve, do të ndihmojë që raundi i dytë i bombardimeve të jetë akoma më frutdhënës për amerikanët dhe për izraelitët, dhe me më pak mundësi për Iranin për një leadership të aftë për të marrë vendime strategjike, çka do të thellojë luftën e brendshme brenda Iranit, luftën politike, ndërmjet pragmatistëve dhe të reformuarve dhe krahut radikal ekstremist, pra të Gardës Revolucionit dhe të forcave pasicj, që janë targeti kryesor i Izraelit dhe i bombardimeve izraelite. Prandaj, amerikanët po luajnë me dy strategji, strategjinë e rritjes dhe thellimit të çarjes, me strategjinë e fitimit të kohës për të rikuperuar armatimet e tyre dhe depot e boshatisura që të bëhen gati për raundin e dytë bombardimit, dhe me lëvizjet e forta të Izraelit, veçanërisht nga Kaspiku dhe nga krahu i Azerbajxhanit, nëpërmjet rrethimit të Iranit dhe jo vetëm dërgimit të arsenaleve të armëve strategjike në Baku, në Azerbajxhan, por duke u mbështetur edhe tek dy element tjerë shumë të rëndësishëm, që është lëvizja e popullit dhe ngritja e popullit, pra tentativa për ta ngritë popullin pas shtrëngimit të lakut ekonomik dhe bllokimit tërësor të ngushticës Hormuzit dhe detit arab bashkë me Oqeanin Indian për gjitha anijet e Iranit, dhe nga ana tjetër tashmë mund të mendojnë se Irani, duke qenë se nuk ka më fuqinë e tij reaguese, siç ka patur në fillim të luftës dhe të goditjet të para, do të lëvizin edhe një herë elementin kurd brenda Iranit, i cili është goxha i armatosur, por që në fillim të fazës së parë të luftës kurdët refuzuan të futen në këtë betejë, pasi nuk ishin sigurt se sa të larta do të ishin humbjet e tyre, ndërkohë ndërsa Mossadi dhe operacionet amerikane vijojnë të koordinojnë aktivitetet e tyre dhe informacionet, dhe nëse kurdët binden që regjimi në Iran apo pushteti atje ka filluar të dobësohet, edhe kurdët mund të vijen lëvizje, tashmë të shumë të armatosur, por edhe të bindur se Irani nuk ka fuqinë e reagimit siç e ka patur në fillim. Duket qartë që nuk do të jetë një marrëveshje e lehtë, as iranianët nuk do të pranojnë 2 vjet e kuqe, as Trump nuk e ka mundësinë që të tërhiqet pa i realizuar këto 2 vjet kuqe, çka do të thotë se do të kërkojnë një vit të ndërmjet tyre. Ndërkohë, ajo që duket qartë është se negociatat e Pakistanit dhe koha që ka kërkuar Asim Munir, njeriu generali i fort i Pakistanit, njeriu i amerikanëve, gjithë kohën që e ka vënë në dispozicion në këto negociatat e Pakistanit, me sa duket qartë që jashtë vetëm një strategji amerikane dhe izraelite për të blerë kohë në mënyrë që të riformatojnë fuqitë e tyre dhe të riorganizojnë fuqitë e tyre ushtarake, strategjinë e goditjes, mbërthimin dhe shtrëngimin e fuqisë të tyre, pra në ngushticën e Hormuzit dhe në embargon ekonomike ndaj Iranit, për ta dobësuar atë në mënyrë që ta detyrojnë Iranin që të shkojë te kushtet e Donald Trumpit. Do të jetë një negociat shumë e vështirë, më mirë do të ishte të tërhiqeshin të dyja palët të vinin në mes, po deri tani diçka e tillë nuk duket në horizont. Kaq për momentin, pjesën tjetër do të shihemi në darkë, miq të dashur, me zhvillime të tjera të mëdha, të cilat jashtëzakonisht janë jashtëzakonisht të rëndësishme për të kuptuar atë që po ndodh në 360 gradë, që më pas të kemi mundësi të kuptojmë se çfarë po gatuhet për fatin tuaj, ne meskinët të mjerët, të shkretët e Ballkanit, ne shqiptarët, të cilët jemi direkt të ndikuara, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë aleati strategjik, dhe Bashkimi Evropian, si do të shkojnë situatat në Bashkimin Evropian, dy akse dhe kolodok kryesor pra të
lëvizjeve gjeopolitike dhe gjeostrategjike në rajonin e Ballkanit. Duke ju falenderuar për kohën tuaj të çmuar, për vëmendjen tuaj, për mbështetjen, ju lutem jeni të lutur ta merrni videon, t'ia çoni atë pjesës tjetër shqiptarëve, bëni like, share, subscribe dhe rishihemi në darkë për zhvillimet e tjera. Mirë dëgjofshi.